Mirëmëngjes! Ja ku jemi në ditën e parë në Muscat, Oman. Është ora 10, ne çuam para gjysmë orë, në të gjys pak kemi fjetur. Tani po ikim të ha mëngjesi dhe dalim në plazh. Po. Ja, sa të mësojmë pak me hotelin. Ja. Vendosëm të qëndrojmë. Oh. Okay, yeah, perfect. Thank you. Okay, thank you very much. Direkt të Pernimat. Po bëj një healthy salad. Po bëj një qyre për kosin tim. Ja ku është e kosi. Shumë lloje kosash në fakt. Shumë të mira këto qyre që kanë qenë, banana me karamel, ndërsa aty ananas me chia seeds. Përshim. Kisha parë një herë këtë frutin. Ua. Ja, bëj 41 për një ditë dhe sa më mësova për herë të parë. Unë mora omlet me vezë dhe perime, nëse mëngjesi ishte shumë e mirë. Pëlqeu të tome? Tani shoj edhe pak të cappuccino, që në fakt nuk do ta shijoja, por s'kam çfarë të bëj. Me këtë pamje duhet të cappuccino. Koha është perfekte, 26 gradë. Mos po pres aty në plazh. Do të dalim në plazh. Kam pak sa bukur është këtu. Çfarë të bëjësh? Këtë sa pishinë, se jam në drejtim të plazhit, dhe që duhet të jetë kreze, më. Këta dy pjesë, dy zona të plazhin, zona këtu dhe zona aty. Do bëjmë këtu shpirt. Do bëjmë këtu plazhin, vim këtu. Është më afër drejtit, aty duhet të lëvizësh. Ne sapo u lam dhe uji ishte spektakël. Uji më perfekt që ekziston sa i përket ngrohtësisë, ishte shumë e mirë. Uji ngrohtë dhe në verë në Shqipëri nuk e gjen kaq të ngrohtë. Po, policia do ja tregoj se nuk besoni ju, kujtoni se unë nuk bëj shaka, të tallën, si gënjej ju. Jeni mosbesues. Kjo pamja këtu ishte një pyllë, këtu dhe të sipë këtu. Fair Louis. Normalisht ju nuk keni se ta kuptoni, që është me të vërtet shumë të ngrohtë. Ta tregoj dhe kështu se duket deti. Wow, çfarë mrekullie është. Kjo pjesë e hotelit është shumë as një qytet në vete, domethënë. Kjo është vetëm për të rritur, por keni dhe pjesën tjetër që është edhe për familjet me fëmijë, dhe ky deti për fëmijët është një mrekulli. Aq i ngrohtë, aq i mirë, me rër, super. Ne u çuam në plazh, ne të pak të pishinë. Është gjetë një vend që na bie dielli fiks siç duhet, është ora 3. Dhe pak dorin, të fektin ora 3:40 kanë të çaj në Belfikës, që japin si snacks dhe pije çaj, që të dëshohen çfarë bëhet aty. I bie shumë dielli dhe kam harruar syze, prandaj flas kështu.
tek vendi ku mëngjesin tani 3:40 4:40 është kjo pjesa e afternoon tea që shërben si snack. Okay. Something in the middle, so whatever you prefer. Thank you. I'm gonna sit there. Thank you. Që sjellin çaj, sjellin edhe kështu. Snacks të vegjël. Thank you so much. Sa hona erdhi dhe çaj pas ditës se morëm çaj, nuk e mora vesh emrin, mora vesh jo. Që ishte tradicional. Jo manit edhe me qumësh bëhet dhe të vjen shoqëruar me një kështu box të vogël me snacks të ndryshëm. Çaj ishte me erza. Edhe korb është ai? Na vizitoj një korb. Është me erza të ndryshme dhe shumë e mirë sepse unë kam folur kaq shumë për të mirat e erzave. Më pëlqen shumë erza si në ushqim, po dhe në çaj pas ka shije shumë mirë. Pjesa e afternoon tea nuk paguan, është e përfshirë në çmim, kështu që sa e di që shumë njerëz dhe me të drejtë këtu e kanë mendjen do të dinë çfarë paguan, çfarë nuk paguan. Paguan vetëm hotelin dhe ne kemi bërë mëngjesin e darkën në fakt, po më bëni vetëm mëngjesin, po kjo pjesa e afternoon tea që thash është pa pagesë gjëra që të vinë. Mbas çajit erdhëm në dhomë, u veshëm dhe do shkojmë të bëjmë stërvitje. Pi kreatinën. Është disiplina, rregulli bazë, nëse doni që të keni gjithmonë një trup të shëndetshëm 365 ditë të vitit, jo vetëm gjatë verës, e kam thënë gjatë gjithë kohës këtë gjë. Për sa kohë sot kemi mundësi, ditën në vazhdim do jemi edhe në lëvizje, kështu që nuk e dini se do mund të stërvitemi çdo ditë, nuk e besoj se do mund të stërvitemi çdo ditë, por ditët që do kemi mundësi, meqense ka palesë në hotel, patjetër që do shkojmë edhe do bëjmë më të mirën e mundshme. Nuk do jetë perfekcion, nuk do jetë se çështje po stërviteshim në Tiranë, s'ka problem. Unë them gjithmonë, pak është më mirë se sa fare. Kur bëhet fjalë për stërvitjen, po dhe për çdo gjë tjetër që na bën mirë në jetë dhe që duhet ta bëjmë edhe kur nuk duam. Palesrën e bëm gati, tani kemi dalë, këtu është shumë bukur, është ky ora 6 deri në 7, se tip aperitivi që pinë edhe sjellin edhe po ashtu ushqime të vogla për të shoqëruar pijen. Ka muzikë live, është një zonë që i bie fyllit, është një atmosferë vërtet shumë e këndshme, shumë romantike. Ja dua t'rregoj pak, patjetër që unë jam me burrin tim të dashur. Shumë e bukur, shumë. Ja, kjo është pak në atmosfera. Dhe një informacion i rëndësishëm, se siç thash pari, këto gjëra ju interesojnë, këto gjëra na interesojnë gjithëve. Ky aperitivi nga ora 6 deri në orën 7 në hotel, është falas. Ju mund të merrni pijet që dëshironi, sa të dëshironi për një orë, dhe nuk paguani gjë. Sa mirë. Unë me ngutën e dytë nuk po jam për ta, po jam kështu. Tani do ikim të hëmë darkë. Aperoli, kemi preferuar që ta dini të më thënë. Po shumë të hëmë darkën, do shkojmë tek bufe, restorant, që është ai që ka ushqime tradicionale, të ne do në provonim ushqimet tradicionale. Okej, këto janë ashensorët. Qa bëhet? Dasëm. Dasma, po, e pam që po e rregulloheni para dite. Sa bukur. Keni dasëm atë. Duke se e gjetëm restorantin. Ky bjetit? Po, ky është. Hajde shpirt se e gjetëm. Tani po eksploroj pak çfarë ka darka. Sa dola nga vendi ku jemi ulur nga pjesa jashtë, më thënë. Po shoh këto salsat, një ndër gjërat që kanë të shumë të mira, normalisht janë salsat e ndryshme. Humusin që e kanë kudo dhe që unë e dashuroj. Nuk e di që është kjo mutabal, nuk tingëllon mirë e shqiptuar, por do ta provoj. Pëlqen shumë që gjithmonë të gjitha vakt edhe në mëngjes, që kjo janë të shkruara edhe gjërat që mund t'i keni alergji dhe po ashtu kam ajo gjithmonë pyesni. Keni gjithçka alergji? Kjo është pul me parmigiana, e dua. Sa bukur sot tek? Rrëfsuar e varim këtu që mos të rrim të lodhemi.
Kjo ishte mushroom something duket e mirë. Që më futesh në radhë, zoti burr? Panir labadbar. Kjo do të jetë një gjë tradicionale, duhet të më hedhësh pak shpejt, lutem. Dhe jam kurioze ta provoj, vetëm pak sa ta provuar. Faleminderit, ata i do pyet ChatGPT direkt çfarë është kjo. Shohim çfarë ka ndër. Pyet Google-i në shpirt. Dal milioni, nuk e di çfarë janë këto gjëra, era parë që dëgjoj. Kjo është Iranian grill. Okej, më duket interesante, do ta provoj. Nuk e di. This is the Iranian grill? Omanian grill. Yes. Okay. Iranian grill. Të e provoj këtë. Realisht kurioziteti im është provoj gjëra që nuk i kam provuar më parë. Nuk e di çfarë është kjo kachori, por besoj do të jetë një gjë tradicionale e tyre, kështu që le ta provojmë. Ushqimi fantastik. Këto japrakët, me të vërtetë në japrakët më të mirë që kam bërë ndonjëherë. Po japrakët i kemi shpikur ne apo? I kemi shpikur ne apo? Japrakët kam shumë janë ushqim turk. Ose kjo lindja mesme, arabe dhe... Nuk e dihet asnjëherë për javë. Nuk besoj se kemi marrë, na kanë marrë këta nga ne, japrakët. Dhe nuk që kemi ne, nësë kemi asgjë si shpirt, për japrakët janë ushqim arab besoj. Shumë të mirë, s'krahasohen. Fisi mami tim që është nga Përmeti i qenë japrakët. Halla mami tim që nuk jeton më, halla Paço që na bënte çiftçi dhe japrak, i bënte aq të mirë, ishin japrakët më të mirë në botë. Këto i konkurrojnë. Kjo dasma indiane që ju tregova pak përpara, kemi aty përballë. Por realisht unë nuk e kuptoj se si mund të jenë këngë këto që indianët këndojnë. Më duket sikur është tonim nga fillimi në fund, dhe sikur gjitha këngët janë njësoj e para, se gjitha këngët që po këndojnë tani duke njësoj. Po dëgjoni pak. Shas na e kap YouTube-i këtë, se mund ta kap YouTube-i si për copyright. Kur të filloj copyright i këngëtarit indian që e këndon. Po jo më indian. Po e ndjen, s'u po e ndjen. Këngën. Këndonjë. Ne më thuan për më shumë. Erdhëm në dhomë, hoqja make-up-i, patjetër nuk jem asnjëherë me make-up. Jemi të lodhur se normalisht nuk kemi qenë mjaftueshëm. Ky ndryshimi orari çorë ditë pak, nëse do të çojmë shpejt, kështu që tani do flen. Kjo është dita e parë, nesër do t'ju tregoj, t'ju dokumentoj çdo gjë që do të bëjmë që ditës së dytë në Muscat. Natën e mirë.